Dhe këtë e kanë bërë partitë politike, nuk e ka bërë se e ka fajin populli, nuk ka faj populli. Ky kështu u shqyë dhe kështu u bë. Tash vjen momenti që të krijohet një gjë. Krijohet një gjë, por ç'a ka ndodhur në Shqipëri? Në Shqipëri ka ndodhur edhe pjesë, këtu është pjesë tranzicioni. Pra, nuk ka vend bot. Besoj unë, me sa kam lexuar, që 35 vjet tranzicion. Ç'është ky sistem tranzicioni? Ky është 35 vjetori i vazhdimësisë të atij sistemi, atij mentaliteti. Edhe më e keqja është që opozita që pritet si të frymën ndryshimi shpresën, pavarësisht i rezultati, tani me kalimin e ditëve duket zoti Merkoçi sikur është ftohtë, sikur s'u bën përshtypje më që dalë ndonjë zë atje për një ndryshim, për një analizë, për një gjë ndryshe, domethënë thjesht presim Berishën një javë që Berisha smur 3-4 ditë, atje që heshtje varri komplet, domethënë. Dole pra aty që thashim, emri janë vetëm emri i parë. Të tjerët janë fasadë. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse në Shqipëri për 35 vjet nuk u krijuat dot e djathta, apo ajo që është më kryesore, djathta konservatore, siç ka gjithë bota. Pra, Partia Demokratike u krijua si një frymë e re, si një frymë kundërshtare e Partisë Punës në atë kohë apo Partisë Socialiste më pas, u krijua si një forcë djathtë reale, ku shtyllat e Partisë Demokratike në atë kohë ishin pronarët, pjesa ishte për ndjekur. Për ndjekur, themi unë, nesit, mos i futim kësaj, po të për ndjekur për e qymë tani, për ndjekur politik, dhe këto ishin shtyllat, bazat. Por kur erdhi puna, kur erdhi në pushtet, asnjë nga këto baza nuk përkrahu. Dhe ajo që është e keqja, se kjo ishte thelbi dhe themeli të djathës. Pra, të djathën këta nuk e lanë të bëhet të djathën. Dhe në vend që tik të djathas, sa më djathas dhe drejt konservatorizmin, shkojë dhe rëshkitin në qendër. Tash Partia Demokratike është partia e qendrës. Në një parti që vetëm Agron Shehaj është djathtas. As Agron Shehaj nuk është. As Agron Shehaj, sepse po tjetë Agron Shehaj, dakord do ta marrën Agron. Kush është kundërshtar politik flasë, jo kështu. Kundërshtar politik, konkurrent politik brenda partisë Agron Shehaj, ka një jo. Partia e kryetarit është. Fal, pa e djatha nuk është partia e kryetarit. E djatha ka ndryshim dhe ky popull këtë ka, që nuk e ka provuar kur të djathën. Se ç'është e djathtë dhe e djathta konservatore, ajo që krijon, se unë pyetja më e thjeshtë është kush është elitë në Shqipëri? Ka elitë në Shqipëri? S'ka. Në Shqipëri ka intelektual quhen, vazhdojmë quajmë intelektual ata diktaturës, vazhdojmë me atë lloj termi, me atë lloj emri, sepse nuk ka elitë. Dhe duke mos pas elitë, nuk ka të djathtë. Automatikisht nuk ka të djathtë. Mi po këta mundohen në mënyra të ndryshme, prandaj edhe nuk arrin që të krijojnë atë besimin tek njerëzit apo tek votuesit. Sepse kur ti thua, unë do bëj këtë, do bëj revolucion, revolta, mos bindje civile, nuk futem me Ramën këtu, o sot, o kur, radha jon, krye jon, ku jon 500 gjëra. Dhe në fund fare, nuk e realizua asnjë. Ti në këtë moment elektoratin tënd e ke zhveshur nga besimi që ti do vish. Dhe ky lloj, se mos harrojmë, dëgjoj, Rama mund të ketë thjesht, po sa vota ka Mangut PD-ja? Pyetja më e thjeshtë. Sa vota janë Mangut? Janë 200.000 vota, Mangut. Që ka PD-ja. Po si ka mundsi, dakord të i voti, po këto Mangut ku janë? Ka një analizë? Jo. Po prit një herë, pasi bëjmë ne këtë, bëjmë atë, pastaj do bëjmë analizë, s'ka për të bërë më. Se s'është bërë për 35 vjet, nuk është bërë kjo analizë, jo të bëhet sot. Pse? Sepse ata që janë aty, njerëzit që janë aty, që janë të Sorosit brenda PD-s, dhe që gjoja janë kundra Sorosit, po janë të Sorosit. Pas kanë qenë këta për të ftuar Ndasim, duket. Bravo. Këto e ka, Ndasim janë gjithë ata, po këta e kanë bunkenerizuar partinë. Dhe këta nuk lejojnë, sepse e din shumë mirë që po të jetë se do vihet djathta brenda, ata automatikisht nuk e gjenë më veten. Dhe duke mos me e gjenë vetëm, pastaj çfarë bëjnë këto gjëra që i përdredhin, i largojnë njerëzit, i bëjnë. Pse? I largojnë pikërisht për të vetmen arsye sepse këta janë të ngulur ke uni.
Nëse unë ngritën në 90-ën, unë ngritën pikërisht për të luftuar unin, po që se kalojmë nga një unë, ke uni tjetër që si ka emri, ajo që unë për shembull ju them, unë vërtet jam me Trumpin, po nuk jam me Trumpin si Trump, unë jam me frymën që sjell. Frymën që sjell. Rezultati është fryma, është alternativa, është kjo që jep. Nëse erdhin dhe mori votën plebiscitare si rrallë herë në Amerikë, për çfarë